Këto pamje i përkasin lagjes së komunitetit rom në Grabjan, Bashkia Divjak, ku prej vitesh banorët e këtij komuniteti presin investime në hapësirat përpara pallateve dhe në rrugicat e lagjeve ku jetojnë. Shpeshherë ata janë bërë pjesë e kronikave televizive, duke kërkuar përmirësim të kushteve të jetesës, por shprehen jashtë kamerave se deri tani kanë marrë vetëm premtime dhe asgjë konkrete. Banorët ankohen për mungesën e rrugëve të sistemuara dhe të kanalizimeve, ndërsa theksojnë se askush nuk interesohet për problematikat e komunitetit të tyre. Sipas tyre, investimet në këtë zonë kanë munguar prej shumë vitesh, ndërsa kushtet e vështira vazhdojnë të ndikojnë në jetën e përditshme të familjeve që banojnë aty. Një banore e moshuar gjatë prononcimit për mikrofonin e televizionit Apollon tregoi me duart e lodhura nga jeta vështirësitë që përballojnë çdo ditë për shkak të mungesës së investimeve në lagjen ku jetojnë. Gjysma, ja, çka kam bë, gropa, ja. E shikon, kemi fëmijë, kemi le ato makinat na vijnë mute porta. Kalamajt vegjël kemi. Kalamajt, që kalojnë maunet mëdha, mute porta po na vijnë. Do na shtipi fëmijë 2 vjeç, 3 vjeç, jemi në punë. Ja, si shikor, çi. Qa ka rregulluar, qa i pagon shteti këto lekë që i pagojnë ato? Për çfarë i pagojnë? Jo, se gjunat shumë. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet vendore për sistemimin e rrugëve, ndriçimin dhe përmirësimin e infrastrukturës në të gjithë zonën. Ata shprehen se gjatë stinës së dimrit situata bëhet dhe më e vështirë për shkak të baltës dhe ujrave që mbushin rrugicat e lagjes. Sipas komunitetit, mungesa e investimeve ka ndikuar dhe në jetën sociale dhe ekonomike të familjeve që jetojnë aty, ndërkohë banorët shpresojnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe problematikat e kësaj lagjeje të marrin një zgjidhje konkrete.